e sheh edhe qëndrimin e produksionit kashi një veprime të tillë? Sigurisht që produksioni masën e mori pra që e çojnë në nominim, nëse do të përsëritet, uroj që jo, do të shkojnë në eliminim, apo nuk e di se në çfarë forme, po duhet të thonë dhe kemi thënë gjithmonë që Big Brother është një lojë, fatkeqësisht të tilla gjëra japi një lloj dinamizmi dhe japi një lloj diskutimi të gjerku dhe artisti Dafina Zeqiri u shpreh që dhuna po normalizohet në shoqërinë tonë edhe në media kryesisht, pra janë forma dhe janë mënyra që tërhiqet audienca dhe krijohet një lloj debati kudo dhe kjo rrit le të themi ato shikueshmërinë dhe qëllimin e një produksioni që ka për ta bërë një format sa më shumë le të themi pranë audiencës, që të komentohet më shumë, që të ketë më shumë shikime, që të përfshihen të gjithë e pastaj kjo sjell në atë trajtimin që ne i bëjmë situatave, siç ishte edhe Eliona që tani më ka marrë një suport jo vetëm nga opinionistët, por edhe nga publiku i gjerë që e përkrajnë dhe le të themi e konsiderojnë